O vllai dashur musliman, Allahu Azza wa Jall hidhrohet kur krijesa, robi i tij i drejtohet dikujt tjetër dhe i lutet dikujt tjetër dhe harron Allahun Azza wa Jall. Prandaj thot një poet, la taqsidil makhluqa wa rabbuka aqrabu. Asnjëherë mos u drejto drejt krijesave, nga se Zoti yt është më afër ty. Wa man qasada al makhluqa la shakka yat'abu. Ai i cili thot shpesh herë drejtohet drejt krijesave me lutje, shpesh herë ju nënshtrohet krijesave, me të vërtet thot nuk ka dyshim se ky një ditë do të lodhet. Pastaj thot la tas'alanna bunayya adama hajatan wasal alladhi abwabuhu la tuhjabu. Thot mos i kërko birit të Ademit asgjë për asnjë nevojë, mirë po lutja atij i cili dyert e tij thot nuk mbyllen asnjëherë, në dyert e tij nuk ka perde asnjëherë, në dyert e tij nuk ka rojtar asnjëherë që të pengon sikurse te mbretërat e kësaj dunjaje apo te ministrat e kësaj dunjaje, nëse do në takimin me ta, duhesh njerë të përballesh me rojtarët, e pastaj ku ta diun e tjerët çka janë me rend përderisa më mbrite aj, shumë lodhje dhe shumë raskapitje. Mirë po te Allahu Azza wa Jall shumë kollaj ke, vetëm drejtoje zemrën tënde, bjeri në sejdë dhe lutje Allahut Azza wa Jall, të ai duaja jote shkon pa perde dhe pa pengesa. Pastaj thot poeti vazhdon dhe thot Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allahu Azza wa Jall hidhrohet nëse ti e len lutjen dhe nuk i lutesh Allahut Azza wa Jall. Wa bunayya Adama hina yus'alu yaghdabu. Ndërsa biri i Ademit kur ai shpesh lutet, pra nëse i lutesh njeriu shpesh i troket në dyert e tij, ku me ditë sa njeri i mirë me qenë, ndonjëherë hidhrohet, ndonjëherë lodhet. Andaj o vëllezër, ti drejtojmë zemrat tona drejt Allahut Azza wa Jall. Ti lutemi vetëm atij për nevojat tona. Ti lutemi atij që Allahu Azza wa Jall të na jep prej pasurisë në të cilën pasuri ka hajër dhe bereqet. Lutemi Allahun Azza wa Jall që të na jep evlat të hajrit, bashkëshorte të hajrit, shoqëri të hajrit, pasuri të hajrit, punë të hajrit ku Allahu Azza wa Jall është i kënaqur dhe mos të vrapojmë pas kësaj dunjaje qorrazi. Allahu u shpërbleft, Allahu ju nderoft. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.